Vëllezërit veshaj në Vlorë me një instalacion në këtë ditë të parë të muajit. Ata thonë se kanë zgjedhur qytetin e tyre të lindjes për të promovuar krijimin e tyre artistik, të vendosur në zonën hyrëse të shëtitores bregdetare. Ngasja e tyre artistike ka tërhequr jo pak vëmendjen e qytetarëve kalimtar të Vlorës. Të shkrijmë zemrat e njëri tjetrit, thot Donald Veshaj gjatë një interviste për Blu Televizion. Ky është një instalacion interaktiv që njerëzit përfshihen. Janë zemrat të ngrira në akull, edhe ideja është dhe mesazhi i këtij instalacioni është që të shkrijmë zemrat e njëri tjetrit. Kjo është ideja. Në këtë kohë ku mendoj se ka shumë urrejtje, mendoj se njerëzit kanë nevojë që të shkrijnë pak ato barrierat e akullit që kanë vendosur mes tyre. Kjo është ideja. Po, sepse është vendi ku unë jam rritur, vendi ku unë kam kujtimet e mia, dhe mendova se ku më mirë se këtu mund ta bëja këtë instalacion. Një parë instalacionim. Ka pas një pjesëmarrje të madhe, fëmijë, burra, gra, të moshuar, nga gjitha mosha, të huaj, kishte shumë. Edhe më bëj qefi sepse është eksperienca ime e parë në këtë drejtim, është instalacioni im i parë dhe patjetër ishte u prit shumë mirë. Është argëtues në koncept si instalacion, por mesazhi mbi të gjitha, që është shumë e kollajt që të thyet zemra, por është e vështirë që të shkrihet. Instalacioni i zemrave në akull ka argëtuar këtë të enjtë qytetarë të moshave të ndryshme, ku janë përfshirë më së shumti të rinj, por dhe fëmijë.